Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Pra në të ka mësim për atë që i trembet Zotit, ja një ilustrim i kësaj, shembulli atyre që shpenzojnë emër të Zotit është si i farës që lëshon 7 kallinj secili nga të cilët mban nga 100 kokra. Kurani ka vargje specifike dhe jo specifike. Jo specifik është vargu që nuk njeh kufizime në pikpamje të nevojës për specifikim, si në shembullin kujtoni kur Musa u tha njerëzve të tij se Zoti donte të therrnin një lop, dhe specifik është ai në cilin kuptimi fillestar është i kufizuar. Për shembull, Zoti thotë lopa duhet jetë e tillë që të mos jetë përdorur për lërimin e arës dhe as për ujitje. Në Kur'an ka gjëra të qarta e të nënkuptuara, e qartë është ajo që s'paraqet vështirësinë të kuptuar. Për shembull, Zoti ka pushtet mbi çdo gjë pa dyshim, kurse e nënkuptuar është ajo kuptimi së cilës has në ndërrikime, si për shembull, Zoti i Madhërisëm është mbi fron. Këtu kuptimi i dukshëm jep përshtypjen sikur Zoti i rindenjur trupërisht mbi një fron, ndërkohë që qëllimi i vërtetë është të shprehet autoriteti dhe pushteti i tij.